Xhaluzi është një lagje me popullsi të dendur në Port-au-Prince, Haiti, e njohur më së shumti për shtëpitë e saj shumë ngjyrshe në kodër. Vlerësimet e fundit sugjerojnë se shtëpia e 50.000 deri në 80.000 banor, që do të thotë se densija e popullsisë këtu është vërtet e lartë. Zona është rritur me shpejtësi gjatë dekadave të fundit, e nxitur nga migrimi nga fshati në qytet dhe nga mungesa e banesave të përballueshme. Në vitin 2013, qeveria haitiane nisi një projekt për të pikturuar pjesët e jashtme të shtëpive këtu me ngjyra të ndezura, frymëzuar nga vepra e artistit haitian Prifet Defo. Kjo nismë e njohur si bukuria kundër varfërisë synonte të përmirësonte pamjen e lagjes. Mungesa e infrastrukturës formale këtu është një problem serioz. Shumë shtëpi janë ndërtuar pa planifikim të duhur ose pa akses në shërbimet thelbësore, si ujë i pastër, kanalizimi dhe energjia elektrike. Ndërsa afërsia e komunitetit me Port-au-Prince ofron një farë aksesi në punë dhe shërbime, objektet arsimore dhe shërbimet e kujdesit shëndetësor këtu janë në vështirësi. Shkollat shpesh janë të mbipopulluara dhe në mënyrë të ngjashme, objektet e kujdesit shëndetësor janë të kufizuara, që do të thotë se banorët shpesh mbështeten te klinikat dhe spitalet në pjesë të tjera të qytetit. Problemet dhe fatkeqësitë e fundit në vend kanë vendosur presion të mëtejshëm në çdo lagje, ku xhaluzi është prekur veçanërisht për shkak të numrit të njerëzve që ka. Megjithatë, banorët kanë zhvilluar një ndjenjë solidariteti dhe qëndrueshmërie përballë këtyre problemeve, duke punuar shpesh së bashku për të adresuar çështjet dhe për të mbështetur njëri tjetrin. Lagja Mong Kok në Hong Kong, Kin. Mong Kok është një lagje plot jetë në Hong Kong, Kin, e njohur për jetën e saj të gjallë në rrugë, popullsinë e dendur dhe përzierjen e pazakontë të zonave komerciale dhe rezidenciale. Ndodhet në lagjen Yau Tsim Hang në gadishullin Kowloon. Është një nga lagjet më të dendura të populluara në botë, me një densiteti popullsie të vlerësuar prej rreth 130.000 njerëz për kilometër katror. Popullsia e përgjithshme e zonës është afërsisht 200.000 banor, shumë prej cilëve janë tërhequr nga zona për shkak të statusit të Hong Kongut si një qendër urbane globale. Rrugët këtu janë vazhdimisht të mbushura me njerëz. Lagja është një labirint rrugësh të ngushta dhe ndërtesa të larta që paraqesin një përzierje ndërtesash moderne dhe strukturave më të vjetra dhe më tradicionale. Strehimi këtu varion nga apartamentet shumëkatëshe deri tek banesat më të vjetra dhe të ndara. Densija e lartë këtu ka çuar në një prirje të quajtur apartamentet kafaz, ku hapësirat e banimit ndahen në njësi jashtëzakonisht të vogla, shpesh duke strehuar familje të tëra në hapësira të vogla sa disa metra katror. Me gjithë këtë densitet të lartë, Mong Kok nuk është vetëm një zonë banimi, është gjithashtu një qendër shumë e rëndësishme tregtare. Rrugët këtu janë të mbushura me dyqane, restorante dhe vende argëtimi, duke krijuar një atmosferë të gjallë, pothuajse 24 orë në ditë. Nathan Road, një nga rrugët më të ngarkuara të Hong Kongut, kalon nëpër Mong Kok dhe shërben si një arterie qendrore, si për automjetet, ashtu edhe për këmbësorët. Stacioni Mong Kok më të rë është një nga më të ngarkuarit në rrjetin e transportit të Hong Kongut, duke ofruar lidhje tranziti në të gjithë qytetin. Autobusët dhe minibusët përmirësojnë më tej lidhjen, duke bërë disi më të lehtë për banorët dhe vizitorët lundrimin. Yorkville, New York City, SBA. Duke mbajtur titullin si vendi më i dendur populluar në Amerikën e Veriut, Yorkville është një lagje në anën e sipërme lindore të Manhattan, në qytetin e New Yorkut. E kufizuar nga rruga 79 në jug dhe rruga 96 në veri, 3rd Avenue në perëndim dhe Luminis në lindje, ajo ka një popullsi prej rreth 80.000 njerëz. Ky lagje është një mjedis i dendur banimi që përfshin një përzierje ndërtesash historike, ndërtesa të paraluftës dhe apartamente moderne të larta. Shumëllojshmëria në opsionet e strehimit tërheq një popullsi të larmishme këtu. Historikisht, kjo lagje ishte një kazan kulturor me popullsi të konsiderueshme emigrantësh gjerman, hungarez, irlandez dhe çek. Trashëgimia është ende e dukshme sot në formën e institucioneve kulturore, restoranteve dhe qendrave komunitare që celebrojnë ato rrënjë. Për shembull, vende si Scholle and Webbe, një kasap tradicional gjerman, dhe salla kombëtare bohemiane, një qendër kulturore çeke. Afërsia e lagjes me Central Park do të thotë se nuk është më aq e përballueshme për komunitete si ato dhe po bëhet një nga vendet më ekskluzive në qytet. Zona shërbehet mirë dhe nga transporti publik. Nuk ndihet aq e mbushur me njerëz sa mund të prisni nga një vend ku jetojnë kaq shumë njerëz dhe përkundrazi shihet si një komunitet i gjallë. Rrugët e saj tregtare, veçanërisht përgjatë rrugëve të dytë dhe të tretë, janë të mbushura me një sër dyqanesh, kafenesh, restorantesh dhe baresh, që do të thotë se ka gjithmonë diçka për të bërë dhe diku për të shkuar.
West Point, Monrovia, Liberi. West Point është një lagje në Monrovia, kryeqyteti i Liberisë, dhe tani është një nga vendbanimet më të mëdha informale në qytet. Është një komunitet i shtrirë në një gadishull të ngushtë midis Oqeanit Atlantik dhe lumit Mesurado, duke bërë atë të prekshëm ndaj sfidave të paraqitura nga mbipopullimi, varfëria dhe rreziqet mjedisore. Sipas vlerësimeve të fundit, West Point është shtëpia e afërsisht 75.000 deri në 80.000 banor, që në një pjesë kaq të vogël toke do të thotë se densësia e popullsisë këtu është vërtet e lartë. Njerëzit jetojnë këtu në struktura të vendosura ngushtë, të bëra nga një shumëllojshmëri materialesh, shpesh pa kushte sanitare të duhura dhe infrastrukturë bazë. Megjithatë, lagja ka një frym komunitare, me shumë banorë që marrin pjesë në aktivitete ekonomike informale, si peshkimi, tregtia dhe tregtia informale në shkallë të vogël. Tregjet lokale dhe shqicit ambulant kontribuojnë në atmosferën e mahnitshme të lagjes, duke shfaqur shkathësinë e atyre që jetojnë atje. Densësia e lartë e popullsisë dhe mungesa e infrastrukturës e kanë bërë West Point të ndjeshëm ndaj krizave të shëndetit publik. Për më tepër, vitet e fundit është prekur nga shpërthime të sëmundjeve si kolera dhe Ebola. Sfidat mjekësore janë bërë gjithashtu një problem për shkak të pozicionit të tij në gadishull, i cili është shumë i prekshëm nga erozioni dhe përmbytjet bregdetare. Përpjekjet për të përmirësuar kushtet e jetesës në West Point kanë qenë të vazhdueshme, me organizata të ndryshme jo qeveritare dhe iniciativa qeveritare të fokusuara në ofrimin e kanalizimeve, kujdesit shëndetësor dhe arsimit më të mirë. Nismat e udhëhequra nga komuniteti kanë luajtur gjithashtu një rol kritik në adresimin e disa prej vështirësive këtu, me përmirësime që kanë ndodhur vitet e fundit. Hillsborough, Johannesburg, Afrika e Jugut. E vendosur në Johannesburg, Hillsborough është lagja më e dendur e populluar në Afrikën e Jugut, e njohur për kulturën e saj dhe ndërtesat e larta. Vetëm në veri të distriktit qendror të biznesit të qytetit, Hillsborough është shtëpia e 74.000 deri në 100.000 banorëve, megjithëse numrat e saktë mund të jenë të vështira për t'u përcaktuar. Gjatë epokës së apartheidit, ishte një periferi kryesisht e klasës së mesme, por pas përfundimit të segregacionit në fillim të viteve 1990, lagja përjetoi ndryshime të shpejta demografike. Shumë banorë u shpërngulën dhe Hillsborough u bë një qendër për afrikano-jugorët dhe emigrantët nga vendet e tjera afrikane që kërkonin mundësi në Johannesburg. Kjo periudhë pa gjithashtu një rritje të vendbanimeve informale dhe mbipopullimit dhe është një vend që është bërë i njohur për shkallën e lartë të krimit dhe një nga zonat më të rrezikshme në Johannesburg. Por përtej këtyre çështjeve, ajo ka një komunitet të gjallë dhe aktiv. Ndërtesat e larta këtu, dikur simbole të arkitekturës moderne, tani shpesh qëndrojnë në gjendje të ndryshme të rënimit. Shumë prej tyre janë ndarë në njësi më të vogla për të akomoduar popullsinë në rritje, duke çuar në mbipopullim të mëtejshëm dhe tendosje të infrastrukturës. Objektet arsimore dhe shëndetësore në Hillsborough gjithashtu kanë luftuar për të përmbushur nevojat e popullsisë së saj, gjithnjë e më të madhe. Një numër iniciativash po punojnë për të ndryshuar këtë dhe për ta kthyer Hillsborough në një komunitet mikpritës dhe shpresohet që gjithë kjo të bëhet një nga zonat më të lulëzuara në Johannesburg në vitet e ardhshme. Santa Cruz del Eslote, Kolumbi. Santa Cruz del Eslote ndodhet në brigjet e Kolumbisë në Karaibe dhe mban rekordin për të qenë ishulli më i dendur i populluar në botë. Kjo pjesë e vogël e tokës, e cila është pjesë e arkipelagut San Bernardo, ka vetëm disa kilometra katror, por është shtëpia e rreth 1200 deri në 1300 njerëz. Kjo jep një mesatare prej rreth 124.000 njerëzve për kilometër katror, duke bërë Santa Cruz del Eslote një vend vërtet unik. Hapësira e kufizuar këtu do të thotë që çdo centimetër tokë përdoret. Ishulli përshkohet nga shtigje të ngushta me shtëpi të mbushura ngushtë së bashku, duke krijuar një rrjet ndërtesash si labirint. Shtëpit janë njerëzakonisht të vogla dhe të bëra nga materiale të tilla si druri dhe betoni, dhe pavarësisht kushteve të ngushta, komuniteti ka arritur të krijojë një hapësirë jetese funksionale, e cila përfshin një shkollë, restorant, disa dyqane, madje edhe një shesh të vogël ku banorët mblidhen. Për shkak të mungesës së hapësirës për bujqësi, banorët mbështeten shumë tek peshkimi, si burimi kryesor i ushqimit dhe të ardhurave. Peshqit janë të shumtë në ujërat përreth dhe udhëtimet e peshkimit janë një detyrë e përditshme për shumicën. Ka mungesë të disa burimeve, që do të thotë se nuk mund të jetë i vetëmjaftueshëm, si për shembull mungesa e ujit të ëmbël, i cili duhet të transportohet nga kontinenti. Energjia elektrike sigurohet kryesisht nga gjeneratorët dhe panelet diellore me hapësirë të kufizuar për asgjësim dhe riciklim.
Pavarësisht nga të gjitha sfidat, banorët këtu kanë zhvilluar një ndjenjë të fortë komuniteti dhe nëse u jepet mundësia, shumica nuk do dëshironin të jetonin askund tjetër.